11:47 të datës 25 korrik 1978 në Royal Oldham Hospital të Mbretërisë së Bashkuar, lindi përmes operacionit cesarian Louise Brown. Ajo peshonte 2608 gram në momentin e lindjes dhe, pavarësisht se dukej njësoj si të porsalindurit e tjerë, ishte disi ndryshe nga ato. Ajo ishte konceptuar mbrëmjen vonë të datës 12 nëntor 1977 në laborator, në një pjatë Petri. Luiza hyri kështu në histori si njeriu i parë që konceptohet në kushte laboratorike përmes teknikës së fertilizimit in vitro, pra përmes bashkimit të vezës me spermatozoidin në laborator. Kjo arritje u bë e mundur nga puna e palodhur në ekip e Patrick Steptoe, mjek obstetër ginekolog, Robert Edwards, biolog, dhe Jim Purdy, biologe. Ky ekip vizionarësh u desh të përballet me shumë pengesa dhe paragjykime të kohës. Të panumërt ishin profesorët e kohës që janë atemuan apo dhe i tallën. Të mbetur pas suport financiar, këta pioner të mjekësisë ju drejtuan financimeve private duke vazhduar eksperimentet e tyre në një laborator të një spitali të vogël jashtë Manchesterit. Përpara mamas së Luizës, Leslie Brown, mbi 300 femra provuan pas sukses fertilizimin e vezëve të tyre në laborator. E me gjithë këto dështime, kjo treshe fantastike nuk dyshoj kur në bindjen e tyre se fertilizimi mund të kryej edhe in vitro. Lajmi i lindjes së Luizës u prit me gëzim nga disa dhe me frikë nga disa të tjerë. Madje pati dhe nga ata që sërish nuk e pritën mirë këtë arritje të shkencës. Mjaft shkencëtar e quanin ende të pamundur. Skepticizmi duket edhe në faktin se kjo arritje u vlerësua relativisht vonë. Vetëm në vitin 2010, Robert Edwards, i vetmi ende në jetë atëherë, u nderua me çmimin Nobel. Louise Brown shënoi mbase një nga revolucionet më madhështore në fushën e mjekësisë. Ishte bindja e këtij ekipi fantastik që u ofroi mundësinë miliona çifteve infertil të bëhen prindër. Tashmë, pas 48 vitesh, më shumë se 12 milion bebe kanë ardhur në jetë përmes teknikës së fertilizimit in vitro. Patrick Steptoe, Robert Edwards dhe Jim Purdy tashmë kanë vendin e tyre të merituar në histori. Ndërkohë të gjithë ata që dolën kundër dhe u tallën me ta, u mbuluan nga pluhuri i harresës.